Përshëndetje edhe një herë në nderuar miq, jemi rikthyer në Ora Zero, e bëra me dije edhe përpara hapësirës publicitare. Jam në studio me politikanin Zev Bushati, kryetari i Partisë Aleanca Demokristjane. Faleminderit zoti Bushati që jeni në Ora Zero. Është kënaqësi për mua. Zoti Bushati, meqense gjatë kësaj jave I ka marrë një opinion të gjithë të ftuarve për sa I përket datës jubilare, pra 28 nëntorit dhe 100 vjetorit pavarësisë, do doja ta nisja edhe me ju këtë bisedë. Ku festohet në 28 nëntor? 28 nëntor është 100 vjetori I shpalljes së pavarësisë, ishte një ditë jo vetëm jubilare, por një ditë madhështore, një ditë e madhërishme për të gjithë kombin, për gjithë popullin shqiptar. Normalisht që e gjithë vëmendja është përqendruar tek 100 vjetori I shpalljes së pavarësisë. Në fakt, në këtë 100 vjetor, përpos asaj që u konsiderua më pasi bashkimi shpirtëror I shqiptarëve, pra shqiptarë në të gjitha trojet që dyndën dhe mbushën rrugët e Tiranës, por edhe të Vlorës, politika dha mesazhe të bashkimit kombëtar. Ishte retorika politike e 100 vjetorit pavarësisë pra referuar dhe kësaj date, apo mendoni se bashkimi kombëtar I shqiptarëve tashmë është një tezë që u artikulua dhe do të vijojë dhe më tej të artikulohet? Bashkimi kombëtar është jo vetëm një tezë, kështu po është edhe ndoshta edhe një domosdoshmëri. Por kur flasim ne për bashkim kombëtar, duhet në radhë të parë të jetë e përgjegjshme jo vetëm klasa politike shqiptare, por I gjithë truri I këtij kombi për të hartuar bashkërisht një platformë të bashkimit kombëtar. Bashkimi kombëtar vërtet domethënë është një çështje shumë e rëndësishme për të cilën edhe vetë personalisht kam inspiruar kohë më parë dhe vazhdoj akoma dhe kjo kam bindjen e plotë që mund të vijë vetëm si rrjedhim I një platforme të përbashkët. Kur flasim për bashkim kombëtar, nuk është se kam parasysh një fakt I cili këto kohët e fundit edhe është artikuluar dhe duket sikur kur themi bashkim kombëtar, duket sikur tashti ne do të bashkojmë të gjithë trojet shqiptare në një territor edhe do të jetë një Shqipëri reale. Çfarë kuptoni ju me bashkim kombëtar? Bashkim kombëtar është të bashkohet I gjithë populli shqiptar, I gjithë kombi shqiptar rreth flamurit, rreth çështjes tonë kombëtare, që mendoj se është një gjë mjaft e rëndësishme. Është shumë I gjerë nocioni bashkim kombëtar. Pikërisht sepse nëse bashkohemi rreth flamurit dhe rreth çështjes kombëtare, kjo ndodhi në 28 nëntor. Duhet ta marrim të mirë qenë bashkimin kombëtar tani më? Jo, është një hap drejt bashkimit kombëtar. Se kur themi ne që do të hartojmë një platformë të përbashkët të bashkimit kombëtar, kam parasysh që këtë platformë duhet që ta pranojnë të gjitha palët e politikës. Dhe jo vetëm ata, po duhet edhe historianët, për shembull, që kanë aq shumë debate me njëri tjetrin, edhe ata duhet në fundit të bien në një tezë të përbashkët rreth një platforme të bashkimit kombëtar. Po fqinjet apo ata nuk do ta pranojnë kurrë. Fqinjet e bashkimit kombëtar. Të shqiptarëve. Flas për fqinjet tanë. S'kan punë fare fqinjet në këtë bashkim kombëtar. E ke fjalën se ç'mund të mendojnë grekët, maqedonët, serbët. Jo vetëm kanë menduar, po dhe janë shprehur në fakt këto ditë. S'kan lidhje fare, domethënë. Ata le të shohin punën e tyre, domethënë bashkimi kombëtar është çështja jonë, nuk është çështja e tyre. Ne domethënë mendojmë për bashkimin tonë kombëtar. Ata le të mendojnë për problemet e tyre, edhe të karakterit kombëtar, për problemet që kanë ata me njëri tjetrin. Domethënë këto janë çështje krejt të ndara nga njëra tjetra kështu. Unë nuk mendoj domethënë se të mendojmë ne për bashkimin tonë kombëtar, duhet patjetër që të krijojmë insinuata me fqinjët, të krijojmë insinuata me grekët, me maqedonët, me serbët, me malazesët, me gjithë ata domethënë që ne kemi në kufi kështu përreth. Absolutisht jo. Këto janë çështje që I takojnë kombit ton, popullit ton, I takojnë klasës politike, I takojnë të gjithë intelektualëve, I takojnë historianëve më së shumti dhe të gjithë së bashku arrin edhe ndërtojnë një platformë kombëtare. Por ama kur ndërtojnë këtë platformë kombëtare, të gjithë duhet
të përulen me respekt përpara asaj platforme, edhe nuk mund të diskutohet do të më pastaj. Nuk mund të dalë një politikan i majt apo një politikan i djathtë dhe të fillojë të hedhë te platformë kombëtare. Se domethënë pasi s'ka bashkim kombëtar këtu. Pra nuk e kemi pranuar tezën e përgjithshme dhe të vendosur nga të gjitha llojet e palëve rreth këtij bashkimi kombëtar. Unë kështu e mendoj, domethënë. E qartë, a do të ishte një formë e bashkimit kombëtar antarësimin në Bashkimin Evropian i Shqipërisë dhe i Kosovës? Po, të kombeve të bashkuara, do të thotë pra që të gjithë kombet bashkohen në një organizat. Edhe këtu në këtë rast të gjitha këto kombet e shteteve që shkojnë në Bashkimin Evropian në një farë mënyrë edhe ato bashkohen, domethënë në këtë Bashkim Evropian. Tash dhe shqiptarët bashkohen atje, por kur themi një organizatë e kombeve të bashkuara, ne nuk do ta marrim Shqipërinë si një komb të ndarë, një komb të veçantë. Pra është logjike domethënë fakti që ne shkojmë atje në Bashkim Evropian si një komb, domethënë dhe edhe i bashkuar dhe i bashkohemi të gjithë familjes së madhe europiane. Po punon politika, ju sa të pagun parë që Bashkimi Kombëtar nis fillimisht duke u dëgjuar gjitha palët në vend. Pa diskutim. Jo vetëm politika, historianët, pa diskutim dhe gjithkusht tjetër. Po në fakt ne dështuam në plotësimin e 3 kritereve të vendosura nga Komisioni Evropian për marrjen e statusit vendit kandidat dhe dështuam për herë të tretë në fakt. Unë mendoj se kjo nuk është se ka lidhje me çështjen kombëtare, domethënë këto janë probleme të karakterit teknik. Jo, po flisja për pjesën që nëse shqiptarët realisht mund bashkoheshin në familjen evropiane, a është politika ajo që po pengon ecurinë e mëtejshme për në BE? Po, në një farë mënyrë po, patjetër. Patjetër që pengon. Po, patjetër. Politika pengon. Pengon politika. Pengon politika se ne tashti mendoj domethënë se sa e vështirë është që të gjejmë një kompromis të madh për një bashkim kombëtar, kur ne për gjëra të dorës dytë dhe të dorës tretë, për shembull, krijojmë probleme edhe debatojmë domethënë aq në mënyrë ekstreme njëri tjetrin. Mendoj domethënë tash që të debatohet rreth një platforme të madhe të bashkimit kombëtar, ku duhet vendosin të gjithë palët konsensusin e tyre, kur të gjithë palët duhet bind dakord. Normalisht që politika se ne themi që do bashkohemi, po si quhet ky bashkim një herë? Kur politika brenda territorit të shtetit tonë është ndarë. Kur ndahen, siç thashë edhe historianët, ndahen njerëz të fushave të ndryshme, ndahen domethënë nga njëri tjetri. Pastaj shohim për shembull që parti politike në Shqipëri dhe parti politike në Kosovë nuk është se shkojnë dhe bien plotësisht dakord me njëra tjetrën. Edhe partitë shqiptare në Maqedoni dhe ato me njëra tjetrën, por edhe me partitë tona këtu në Shqipëri. Është rasti ndoshta edhe ta përmend, por në vitin 1995 në kuadër të Partisë Demokristane, të cilën unë drejtoja atëherë me 2 dhe 3 dhjetor pikërisht të këtij viti, ne organizuam në Tiranë Unionin Shqiptar Demokristian. Ka qenë hera e parë në historinë e politikës shqiptare që në atë sallë të këtij kongresi morën pjesë të gjitha partitë politike. Morën pjesë partitë politike, që nga Presheva e Bujanovski, në shqiptarët e Maqedonisë, në Kosovë, Malzi, në diasporë, në Shqipëri të gjitha, edhe në Shqipëri të gjitha. Erdhën të majtë dhe të djathtë në këtë sallë të këtij unioni, ku ne asgjë tjetër nuk folëm. Folëm vetëm për një pajtim dhe për një bashkim kombëtar. Pra, në radhë të parë një herë, klasa politike duhet të jetë së bashku në një sallë. Dhe ti lër Munjan më rritet dhe thotë, si do të hartojmë të gjithë së bashku një platformë kombëtare. Tashmë ne jemi një popull që edhe në territoret tona, por jemi të ndarë, domethënë historia na e ka dhënë këtë fat dhe jemi të ndarë në shtete të ndryshme. Ne nuk duhet ta cënojmë për shembull miqsinë me fqinjët, por pjesë e kombit tonë, për shembull, nuk i ka të drejtat që i takojnë edhe në atë vend. Pra, në qoftë se themi që në Prevez debat aq i madh në lidhje me Prevezën. Në qoftë se atje në Prevez ka shqiptarë dhe këtu shqiptarët nuk kanë shkolla shqipe atje, atëherë e gjithë klasa politike duhet të ngrihet dhe duhet t'ia kërkojë për shembull qeverisë greke, të thotë që në Prevez e shkollimit, ju duhet të jepni të drejtën e gjuhës, si rreth të popullsi greke, po ashtu dhe ne duhet të kërkojmë po të njëjtin gjë me popullsinë tonë. O për shembull tek shqiptarët e Luginës Preshevës, apo qoftë edhe tek shqiptarët e Maqedonisë, tek shqiptarët e Malizi. Pra, ne duhet
nga një individi caktuar, nuk mund të dalit dikush dhe ta thotë, unë nuk jam historian, unë nuk i di domethënë në detaje problemet e karakterit historik, por ama janë të drejtë. Ai qytet është një qytet që ka pasur një emër me shumë vlera historike për kombin tonë, edhe që quhej manastir. Tashti për shembull nuk e ka emrin në manastir, quhet Bitola, dhe jo tashti, po ka gjvite. Atëherë pse ne nuk do ky shtet është manastiri dhe ne kemi histori të ky shtet. Dhe ky emri domethënë i këtij qyteti është ndryshuar gjatë kohës kur ishte Jugosllavia e Titos. Dhe ti kërkon ky qytet emrin e tij. Pra, cilat lidhen thellësisht me çështje kombëtare dhe nuk ka pse klasa politike apo historianët të ndahen në këtë çështje. Të zgjidhin një herë këto. Pastaj fillojmë domethënë edhe mund të pretendojmë për gjëra të tjera, nuk e di domethënë janë edhe këto janë hapa shumë të kujdesshme dhe mjaft të rëndësishme. Ne nuk është se bëjmë një politikë të veçuar, ne tashmë jemi antar të NATO-s, edhe përderisa kemi pranuar që të jemi domethënë në këtë pakt, normalisht që kemi të drejta, por kemi të detyrime, kërkojmë të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, ne nuk mund të hedhim dot hapa kur ne dëshirojmë që të jemi të cilat unë mendoj që edhe ka një lehtësi në trajtimin e këtij problemi. Në të vërtetë është një problem shumë serioz, i cili duhet vërtet diskutuar me mjaft seriozitet. E qartë, në këtë 100 vjetor, por edhe duke u afruar data e zgjedhjeve tani më dhe viti elektoral, pra 23 qershori 2013-s, ju duket se ka një gar nacionalizmi, një gar me teza nacionaliste nga partitë dhe një gar të hapur nga zoti Spahiu për të vijuar më pas edhe nga krerë të tjerë të politikës shqiptare? E vërtet është që ka. Do të thotë që me që ka filluar të shtit, edhe ne po hymë gradualisht në vitin elektoral, se jemi shumë përpara që kemi nisur, po hymë domethënë edhe për pak ditë vim në këtë vit elektoral, edhe duket që ndjehen ato ethet e një politike, një platforme elektorale për të ndikuar tek elektorati shqiptar pikërisht në ato pika tepër të ndjeshme siç është në këtë rast edhe atë dashuria. Tashti, domethënë, këtë lloj patriotizmi, këtë atë dashuri që mendoj që çdo shqiptar e ka, dhe nuk është se ne na ka munguar ndonjëherë, por kam dëgjuar edhe ndonjë që ka sill argumentin që shqiptarët të cilët kanë emigruar dhe kur kanë parë atje në emigracion kontaktet, mënyra trajtimit, ndoshta edhe nostalgjia, ndoshta edhe unë atë dashurie quaj këtë, tashti që të fillosh domethënë edhe të spekullosh ti tek kjo lloj ndjenje. Dhe të fillosh domethënë ti nxisësh ata për disa probleme që janë vërtet për mua delikate, edhe nuk janë për shembull që kërkojnë kështu teza të hedhura nga politikanë të ndryshëm. Por janë rreth 80% e shqiptarëve që kanë këtë ndjenjë atë dashurie dhe a është një target group i mirë për të synuar ky nga partitë politike? Po ne tash nuk do bëjmë garë se kush e do më tepër atë dheun. Se të fillosh, se nuk mund të më thuash, unë i takoj një partije demokristiane. Nuk mund të më thuash do të mua dështi që shiko ti me që je demokristian, ti nuk je kuqezi, edhe nuk ke pse domethënë ti tash të flasësh për një ndjenjë kombëtare. Shiko, kuqezi janë edhe tifozët e futbollit, ashtu kuqezi ne kemi parë, domethënë shumë kemi parë kuqezi. Kuqezi janë dhe ngjyrat e flamurit tonë. Tashti këtu nuk duhet ne që të rrimë dhe të krijojmë kështu diferencime që unë jam ai që dua më tepër dhe unë ti do pak më pak se unë. Kur vjen puna për atë dashuria ne të gjithë duam më dheun tonë. Edhe e kemi treguar me kohë. Pra, nëse fola për vitin 1995 edhe që organizuam një kongres në Tiranë, në atë periudhë kur e organizuam këtë kongres, Titoja ishte ai, Miloševići ishte në Beograd. Dhe Kosova nuk ishte bërë ende Republika Pavarur. Tashti të bëjë përpjekjet e saj tashti ne nuk do bëjmë garë, domethënë që unë kam dalur në 95-ën, ti po del në 2012-ën. Ndjenja e atë dashurisë është një ndjenjë tek njeriu dhe nuk duhet spekullohet me të. E qartë, zoti Bushati, i rikthehemi pak politikës ditës, nisim me
Aleancën Demokristiane. I keni nisur takimet me bazën, kam patur përfaqësues të Partisë Socialiste, të LSI-s, të PD-s, të PS-s, të shumë forcave politike në vend, cilët kanë konfirmuar nisjen e takimeve në bazë për sa i përket organizimeve për zgjedhjet. Ç'po ndodh me partinë tuaj? Ne jemi të organizuar në të 12 qarqe të vendit. Kemi punuar dhe vazhdojmë të punojmë me mjaft seriozitet. Kemi pretendimin tonë për të dalë me listat tona në të 12 qarqet. Normalisht kemi filluar jo vetëm për t'i kushtuar një vëmendje organizimit, por edhe për të marrë kontakte me bazën poshtë. Kemi organizuar në Vlorë, aty kemi filluar konferencën e parë të qarkut të Vlorës, një konferencë mjaft të mirë, po që normalisht atë pasqyrojnë vetëm ato 4 televizionet lokale të Vlorës, edhe nuk arrin për shembull një televizion, edhe një mëdha, po dhe televizionet e tjera, dhe s'bëhet fjalë pastaj që të arrish, domethënë që të shkosh deri tek televizione siç është për shembull Top Channel apo Klan, domethënë që janë dy televizionet të mëdha e të fuqishme, të arrish domethënë ti si parti të fillosh edhe të penetrosh, domethënë të fillosh të jesh ti protagonist i pak minutave kur ti organizon një aktivitet partijak. Megjithatë ne punojmë, edhe pse domethënë jemi jashtë domethënë këtyre televizioneve të mëdha, kemi organizuar edhe konferencën e qarkut të Lezhës. Nesër kemi një mbledhje të zgjeruar të Këshillit Kombëtar. Kemi ftuar, mbasi vetë Këshilli Kombëtar, vetë kryesia e partisë ka marrë një iniciativë për të organizuar edhe një simpozium në kuadër domethënë të kësaj mbledhje, ku do të diskutohet për 21 vite të demokracisë kristiane në Shqipëri, pra do kujtohet që në fillimet e saj se si u punua për të realizuar organizimin edhe funksionimin e një partie demokristiane edhe deri në ditët tona. Normalisht nuk kemi kështu tendenca, domethënë, as për të marrë flamurin, as për të u atakuar me asnjë element apo demokristian të cilët veprojnë në këtë mjedis tonin kështu, por për të rikujtuar edhe një herë gjitha të kontribut që demokristianët e kanë patur gjatë këtyre 21 viteve në politikën shqiptare. A janë sot që flasim demokristianët në ditën më të keqe të tyre, në 20 vite pluralizëm paktën dhe demokracinë në Shqipëri përsa i përket përfaqësimit në parlament apo edhe dasive që kanë ndërmjet tyre? Po e vërtet, domethënë në brenda kampit demokristian kuptohet që ka probleme, edhe këto probleme ndoshta filluan të evidentohen edhe mbas zgjedhjeve të fundit parlamentare, kur demokristianët nuk arritën dot të kenë përfaqësimin e tyre në parlament. Mendoj se në këtë kuadër, domethënë, është edhe nisma jonë për të bashkuar të gjithë elementët, të gjithë faktorët demokristian. Ne kemi ftuar, domethënë, demokristianët. Kemi ftuar zotin Doka? Shiko, ne kemi ftuar, domethënë, demokristianët për të marrë pjesë në këtë aktivitet tonin. Pastaj po zotin Lesi. Problemi diku është. Problemi nuk është, domethënë, që ne të ftojmë me emra të përveçëm, se demokristianët në radhë së parë të ftohen me emra të përveçëm. Mirë, ne kemi ftuar, nuk është domethënë se ne kemi lënë jashtë këtij organizimi dhe edhe jashtë këtij aktiviteti që ne kemi ndërmarrë dhe po organizojmë. Por e rëndësishme mendoj unë është që të bashkohen njerëzit në bazë. Kjo është shumë herë më e rëndësishme se sa të bashkohen krerët, se ne i kemi bërë dhe i kemi konsumuar të gjitha përpjekjet për t'i bashkuar krerët e demokristianëve dhe nuk është se kemi patur rezultat. Por në fund bashkohen krerët, njerëzit asnjëherë nuk do bashkohen në bazë. Shumë e vështirë. Jo, në qoftë se do ta delegosh pushtetin në bazë, atëherë unë mendoj se do të jetë shumë më e lehtë që baza të bashkohet. Pra, në qoftë se do të thuash për shembull qarkut Vlorës, qarkut Shkodrës, do të thuash që vetë sistemi zgjedhor i joni, se kështu u arrit nëpërmjet kodit zgjedhor, është në proporcional poshtë rajon. Do të thotë pra që tashti zgjedhjet dhe votimet bëhen në një rajon të caktuar, pra në një qark të caktuar që themi ne. Atëherë, në qoftë se do të ishte proporcional kombëtar, mund të ishte, domethënë, se ishin të gjithë që do të votonin dhe ata kur të votonin për listën, edhe normalisht aty problemi do të kishte kreu listës, se partitë e vogla synonin, domethënë, që një të paktën nga lista të arrinte që të ishte deputet në parlament. Kurse kështu, ne kemi deleguar pushtetin tonë atje,
është qarku i Shkodrës, qarku i Vlorës, i Korçës, i Mirditës, i gjithëve, domethënë që ata punojnë tash për vetveten. Ata nxjerrin kandidatin e tyre, ata mbështesin listën për kandidat të qarkut dhe normalisht që Cilat janë pritshmëritë, apo është herë të flasim? Synimi jonë është bërë publik që në mbledhjen e parë të Këshillit Kombëtar. Ne synojmë që të kemi 3 deputet në parlament. Synimet tona i kemi në qarkun e Shkodrës, në qarkun e Lezhës, në qarkun e Tiranës, por jo vetëm në këto 3 qarqe. Surprizë për ne ka qenë qarku i Vlorës. Tashti kemi filluar që të kemi shpresa se po organizohet mjaft mirë edhe Fieri, edhe Berati. Pra, tashti nuk e dim se si do të na shkojnë punët tona. Ne do të ishim shumë të kënaqur që ai deputet yni të dilte në çfarë do lloj qarku. Ashtu kemi besuar si fillim pra, por tashti shoh që edhe këto të tjerët kanë filluar që të rriten. Tani të shohim se kemi akoma edhe 5 muaj, kështu që do të punojmë dhe do të shohim se ç'do të ndodhë. E qartë, për ta mbyllur, nëse konfiguracioni politik edhe në koalicionet parazgjedhore 2013-s do të jetë ky që është dhe nuk ndryshon, mund bëjmë parashikim për sa i përket mbarvajtjes këtyre zgjedhjeve? Pyetja është se kush mendoni se do të fitojë në 2013? Unë mendoj që është pak shpejt që ne që unë, domethënë, të arrijmë në një ide, në një mendim rreth kësaj pyetje, mbasi shoh që ndryshon domethënë situata. Nga ndonjëherë duket sikur demokratët i kanë lëkundur pozitat e tyre, edhe duket sikur socialistët kanë filluar edhe të rriten. Në një moment tjetër pastaj kemi prapë një rritje të demokratëve edhe një rënje të reputacionit të socialistëve. Ende domethënë është shpejt që ta gjykoj. Por ajo që është e rëndësishme për mua njëherë, edhe për partinë që drejtoj, ne nuk është se jemi për t'i bërë fresk domethënë demokratëve edhe socialistëve, edhe me freskun tonë të ndihmojmë. Ne duam që partia e kemi thënë që është domethënë një rilindje demokristiane, mbasi është një parti që vërtet i takon dhe mbart vlera europiane. Në koalicion me Partinë Demokratike? Ne ende jemi jashtë koalicioneve. Kemi pasur një koalicion me Partinë Demokratike dhe këtë e kemi përfunduar ditën e zgjedhjeve lokale. Tashti kemi një pozicion, domethënë tonin, ne po punojmë dhe mbasi të punojmë, nuk është dëshira jonë që t'i afrohemi qoftë liderëve të këtyre 2 subjekteve politike, duke i kërkuar në një vend në ato listat e tyre. Ne po punojmë për punën tonë, për forcimin e partisë tonë dhe më tepër do të më pëlqente që ata të vinin drejt nesh. Është pengesë që zoti Ndoga është pjesë e kësaj mazhorance dhe megjithëse do të jetë edhe në 2013 për t'u bashkuar një koalicioni parazgjedhor, sigur se i thash, me Partinë Demokratike? Jo. Ai ka partinë e tij dhe forumet e veta, kështu që i merr vendimet nëpërmjet forumeve të tija. Zoti Bushati, unë të falenderoj. Kënaqësi ju kisha në studio. Edhe për mua është kënaqësi. Isha me politikanin, zotin Zef Bushati, kryetari i Partisë Aleanca Demokristiane, përfundon dhe sonte ora 0 të nderuar miq.